jam dëmjete për të negociuar çmimin e shitblerës Se fa konkluzionin. Prandaj ma komisionin, se 3% me 1% ka blerësi. Që përsa kohë. Sipas transaksionit që vendos në kontratën e shitblerës, unë marr 3% në kontratën shënohet administratorja përgjithshme Armelida Shtisa, 3% që detën në bankë. Ke bërë reklamën fiksatur si që duaj. Aje mrekullueshme. Armelida arma. Unë shpresoj që këto goditje që bëm prokuroria posaçme të fillojnë të stabilizojnë deri diku tregun dhe të fillojnë të friksojnë aktorët të cilët luajnë me pastrimin e parave në këtë pjesë të tregut në mënyrë që të përfitojmë të gjithë në tjerët, që me paratë ndershme e kemi shumë vështirë për të blerë para. Kosto reale ndërtimit nuk e kalon 840 eurot, sot që flasin, kosto e ndërtimit, mos të dimë kosto të egzë. Po kjo është tjetër gjë, bra, kjo është pjesa që ne mund ta luftojmë, korrupsionin, informalitetin, sa deri kosti e Armedit çador. Konkluzioni, Leo. Unë mendoj domethënë që Kur do t'ju thuash të gjitha gjërat që di. kur të më thresësh tek për tek. Edhe një gjë të fundit, edhe një gjë masës kritikës është shumë e rëndësishme. Nëse kjo goditje që po bën prokuroria e posaçme vazhdon dhe fillon të pastrohet disi, duke qenë se edhe turizmi, sa ato e kanë kapur me hotelerin, dhe ndërtimi të dyja bashkë bëjnë 38.7% të GDP-s të vendit, bëjnë masën kritike që po u pastru ky sektor ose këto dy në sektor, të gjithë të tjerët do ndjekin. Është teoria masës kritike në ekonomi. Po është dhe teoria që po u pastruan të gjithë, s'do kemi më... Jo, nuk pastruan... Si thaj, po e bëre mjedisin, e kupton, zona bëj me efekt antibiotiku, vlajmë. Lere tani vetëm Leonardi, po. Tek për tek. Mos ndëry. Tek për tek. Mos ndëry. Atë që kisha ndërmendje të thosha, është fakti që, okej, korrupsion ka sa duash, taksimi, si ku të thotë zonja, do është i lartë, nuk jam ekspert i fushës për ta qartësuar në raport me vendet e tjera, por logjika ime në raport me ndërtimet në Shqipëri, për faktin që çdo gjë shkon në proporcionalitet të lartë, por jo në proporcionalitet me atë çfarë paguhet pjesa, le themi, pjesa më e madhe e popullatës, qëndron tek paraja e cila futet nga jashtë shtetit, nga tregu i narkotikëve. Kjo para nuk futet në Shqipëri, në qoftë se nuk ka edhe dikush tjetër që ta mbështes Patjetër. Sepse nuk ka logjik që dikush të shkojë të bëjë një ndërtesë 50 kat, kur kostoja mund të jetë 150.000 euro, dhe sikur ti ketë të gjitha në një çantë të madhe 150.000 euro, ai njeri është e ka të pamundur që t'i fusë në treg ato. Unë kam ndërtues që më kanë thënë kemi filluar me 300.000 lekë të vjetra. Ashtu, dhe e dyta ka dhe diçka tjetër që desha ta mbyll, të lutem. Po, unë se kam fushë. Se mbaroj koha, mbaroj. Tu është hedhur një ide, para pak kohësh e kam dëgjuar, që nuk do lejohen më këto kontratat e porosisë, pra shitje në grop. Kjo ka dy gjëra shumë të rëndësishme për mendimin tim. E para sepse nuk do skarcoj ata të cilët nuk janë ndërtues serioz, pra do merret me seriozisht, do e skualifikoj totalisht. Por ama nga ana tjetër, do nuk e ul çmimin. Do punove të e pallat e për metër katror, sepse në momenti kur ti e ndërton gjata me atë, ti nuk ke as edhe një lloj interesi më për të ulur çmimin e. Absolutisht kjo. Edhe unë jam okay me këtë. Ama të hiqet kjo pjesa që mos të shihet me kontratat e marrënie dhe të ketë një afat të caktuar ku jetë leja e ndërtimit përfundimtar, të ketë aksione shumë të forta. Ndaj ndërtuese, se ndërtuese di çfarë. Armelin, mesazhet ju Mesazhin, reklamë, japin 21% vonarit tuajt, japin clearingut dhe se do dalin në lajme këto kanë marrë lekë të vetë. Janë sekuestruar. Armelin. Arme, mesazhi. Do